Ju nga tjeta uroj t'jeni mirë. Heshtja është monedha më e shtrenjtë në gjeopolitik. Kur raketat e Iranit ndriçuan qiellin, salla e madhe e Washingtonit nuk u mbush me thirrje lufte, por me një heshtje jashtëzakonisht të frikshme. Për 80 vite ne kemi fjetur të qetë në një iluzion, miti i unipolaritetit. Na thanë se ka një policë të botës, na thanë se jeni të sigurt në çdo rast, në çdo moment. Por sonte, ky mit është duke u shkërmoqur si një kështjellë prej rëre, në valët e një deti që nuk e kontrollon më askush. Amerika duket se po tërhiqet, giganti i madh po kthehet në shtëpi. Dhe pyetja që askush nuk guxon sot ta bëj me zë të lartë në Prishtinë, në Tiranë apo në Shkup është kush do të na mbrojë ne shqiptarët kur dritat e Washingtonit të fiken, të paktën dritat dhe projektorët që kanë të bëjnë me kujdestarinë ndaj Ballkanit dhe lojën, mënyrën se si po zhvillohet loja aty. E kemi folur vazhdimisht në këtë kanal se gjeopolitika nuk njeh vakum, ajo njeh vetëm forcë. Sot nuk po diskutojmë për fitore ushtarake, po diskutojmë për prestigjin, atë gjak të padukshëm që mban perandorin gjallë. Është prestigjia ai që i mban perandorin. Kur kushtrimi ra, NATO mbeti në heshtje. Parisi dhe Berlini u kthyen në spektator të tmerruar. Aleatët arab, me sa duket, vendosën të fshehin njërën dorë dhe të hapin dorën tjetër. Bëhet fjalë për kushtrimin që thirri Amerika në luftën kundër Iranit. Hera e parë në histori, ku Amerikë thërret aleatët e NATO-s në një luftë ndaj Iranit dhe askush prej aleatëve nuk i përgjigjet në këtë. Ne duhet ta shohim seriozisht këtë histori. Dhe ndërsa shekulli amerikan po ndryshon strategji dhe po duket se po i mbaron kandili, atje të kërrëra e shkretirave të lindjes mesme, një hije tjetër është duke u zgjatur mbi ne dhe mbi botën. Një hije që nuk vjen me zhurmë, por si një ndryshim klimatik gjeopolitik. Kina është duke bler heshtjen tonë, Rusia po blen kohën tonë dhe ne jemi bërë laboratori një eksperimenti të rrezikshëm në Ballkan. Një territor pa popull, një komb që po tretet dhe po rrjedh gjak përmes emigrimit masiv, ndërsa figurat tona politike luajnë teatër kukullash me shqiptarët për llogari të fronit të tyre. Shikojini dhomat e mbyllura dhe llozhat e mbyllura të Tiranës dhe të Prishtinës dhe të rajonit. Përplasjet Kurti Osmani në Prishtinë, pazaret e Ramës me Athinën, gropa slave në Shkup, kjo është thjesht një histori që po vjen. Ky nuk është skeç politik. Këto janë ekuilibra të ri që cilët do t'i kuptojmë në vijim. Kjo është shkurt dhe shqip agonia e rendit të vjetër botror. Në këtë xhungël të re globale, ku institucionet si OKB-ja janë thjesht hije të së shkuarës, vlen vetëm një ligj: mbijeto ose zhduku. Kush po e shet Shqipërinë me çmim të lirë? Kush po e përgatit Kosovën si kusurin e një marrëveshje të madhe? Dhe më e rëndësishmja se të gjitha, a jemi ne pronarët e shtëpisë son, apo thjesht jemi qiramarrës të dëbuar në tokën e të parëve tanë? Sonte do ta zbërthejmë bashkarisht me qetësi anatomin e kësaj rënje dhe këtij zhvillimi të rrezikshëm. Nuk është thjesht një analizë, është një thirrje për zgjim përpara se ora të shënojë 12 e natës. Mirë se vini në rendin e ri botror, një botë shumë më e ftohtë se akulli, ku secili duhet të mësojë të ecë vetë ose do të mbetet nën rënoja dhe do të bëhet shkrumb e hi. Hajde të shohim të gjitha të dhënat shpejt e shpejt, një nga një, dhe detajet deri në imësinë e tyre më të hollë. Siç e thash pak më sipër, gjeopolitika miq nuk njeh vakum. Ajo njeh vetëm forcën dhe perceptimin e saj. Për dekada me radhë, Washingtoni ka funksionuar si polici i botës. Një leviatan që mban në këmbë rendin liberal përmes frikës dhe aleancave. Por përplasja e fundit me Iranin nuk ishte thjesht
një përplasje kinetike mes raketave dhe sistemeve mbrojtëse. Ajo ishte një stres test global që Amerika e dështoi në sytë e botës. Dhe këtë tashmë e pa e gjithë bota, pas fundit të 2 muajve ende pa një zgjidhje në Irak. Sot nuk po diskutojmë thjesht për fitoren apo për humbjen ushtarake, po diskutojmë për prestigjin amerikan. Mos e ngatëroni kur. Amerika vazhdon të jetë fuqia ekonomike më e rëndësishme dhe më e madhe e planetit. Amerika vazhdon të jetë fuqia ushtarake më e madhe e planetit dhe vazhdon të jetë fuqia teknologjike më e madhe e planetit, me universitetet më të rëndësishme të planetit dhe me ende fuqi për të gjeneruar kulturë botërore. Por Amerika tashmë, përpara se të humbas të mëdhat, ka humbur atë që e mban në këmbë autoritetin e saj. Amerika sot ka humbur prestigjin e saj në botë. Atë monedhë të padukshme që e mban një perandori në këmbë. Kur Amerika thirri kushtrimin kundër Iranit, salla e madhe e aleancave mbeti në heshtje. As një shtet i NATO-s nuk doli publikisht në krah të Amerikës. As një monarki arabe nuk guxoi të lidhte fatin e saj me një fuqi si Amerika, e cila duket se planin e rezervë e ka tërhequr. Këtë po e shohim edhe sot në orët e fundit, ku unë kam parë një përplasje të jashtëzakonshme brenda Amerikës, ku politikan, gazetar, analist, strateg janë duke bërë një betejë të jashtëzakonshme përpara vizitës së Donald Trump në Kim, ku mendohet se ai i është premtuar $1 trilion investime kineze. Hapje fabrikash $1 trilion, $1.000 miliard investime kineze pritet të shkojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Amerika, pas një diskutim, do të mirëpres Kinën dhe do të afus dragoj në shtëpinë e saj, në gjirin e saj, dhe do t'ja dorëzoj asaj të gjitha sekretet e teknologjisë amerikane, gjitha databazat e Amerikës, sepse këto fabrika kur të hapen atje, do të kenë databazat e tyre, do të kenë klientët e tyre, do të kenë gjithçka, të cilat do të shkojnë të shërbimet sekrete kineze, sepse kompanit kineze gjigande nuk janë gjë tjetër përveç se derivat dhe në ndeg të shërbimeve sekrete kineze, tek të cilat ata raportojnë çdo lëvizje të qerpikut dhe çdo lëvizje të aktivitetit të tyre. Ndaj sot ka një betejë të madhe me Trumpin, i cili me sa duket ka një plan rezervë për të ndarë dhe për të ndarë zonat e influencës në botë me Kinën, për të ndarë tortën me Kinën, siç do ju vi tek skenarët pak më poshtë, dëgjoni me kujdes. Dhe i janë hedhur në fyt në gjithë Amerikën një pjesë e madhe analistëve çfarë është duke bërë Trump. A është duke e dorëzuar Amerikën tek Kina, apo është një lojë akoma më ndërlikuar se kaq? A është ky shekulli i fundit apo shekulli amerikan, apo është fundi i shekullit amerikan? Duhet ta bëjmë ne një pyetje serioze dhe të përpiqemi të gjejmë përgjigjet e vërteta të kësaj pyetje. Ne, aleatët e vegjël strategjik të Amerikës, të rrethuar nga armiq historik këtu në Ballkanin e rrezikshëm, ku dinamikat po lëvizin në nëndheun e tij me shpejtësi, dhe çështja shqiptare është duke u rrokullisur në gremin, tërësisht e braktisur dhe në rënje të lirë. Shqiptarët e Tiranës, që duhet ishin gjeneratori dhe zemra e të gjithë aksionit mbarkombëtar shqiptar në trojet e tyre etnike, pushtohet plotësisht nga çifti Rama Berisha, të cilët me sa duket po përfitojnë mjeshtrisht, djallëzisht mjeshtrisht sigurisht, nga ky vakum gjeopolitik botëror dhe nga kjo tërheqje dhe lëkundje e madhe Amerikës në skenën botërore.
pyetja që ne populli i thjesht, ne aleatët strategjik të Amerikës duhet ta bëjmë sot. Ne sot, kur Amerika po hesht dhe po mbyll njërin sy ndaj Ramës dhe Berishës, ose sepse nuk ka kohë, ose sepse është bërë një pazar i madh, duhet të bëjmë ne një pyetje të madhe sot. Kush do të na mbrojë nëse të rriqet Amerika? Kush do ta bëj këtë? A është ky fundi i shekullit amerikan? Apo bëhet Donald Trump përfaqësuesi i një epoke të dhimbshme, tranzicionale, epokale, dhe po shkon të pranoj 1.000 miliard dollar investime kineze në Kinë dhe po e kalon avash në Kinë rolin dhe leadershipin, apo është në tavë një pazar i madh të cilin do ta kuptojmë sapo të kuptojmë detajet e imta që do t'ju jap në vijim të kësaj analize. Sot do të analizojmë anatominë e një rënjeje e cila ende nuk është shpallur zyrtarisht, por minimalisht rënjen e prestigjit të madh të fuqisë më të madhe ushtarake dhe ekonomike në planet. Nga dhomat e mbyllura të NATO-s tek tradhtit e heshtura në Azi dhe Ngjyrin Persik dhe deri tek triumfi i heshtur i ndryshimit klimatik gjeopolitik që quhet dragoi kinez, atje ku Trump do të takohet pas pak. Sot NATO është një aleancë në letër. Zyrtarisht në këtë moment NATO është një aleancë në letër. Artikulli 5 i NATO-s është konsideruar gjithmonë si Bibla dhe Kurani i sigurisë perëndimore, por lufta dhe Iranin tregoi se kjo Bibël ka filluar të lexohet si një manual opsional dhe jo si një manual fiks konkret me të cilin është mësuar aleanca gjatë gjithë kësaj epoke dhe gjatë gjithë kësaj kohe, veçanërisht pas rënies, pas fundit të luftës dytë botërore dhe gjatë epokës së luftës së ftohtë me ish-bashkimin sovjetik. Analistët e think tankeve si Chatham House dhe Council of Foreign Relations e kishin paralajmëruar. Erozioni filloi vite më parë. Kur ish presidenti Trump, aso kohë kur ishte president, vuri në dyshim rëndësinë e NATO-s, kur konfliktua për buxhetet dhe propozoi blerjen e Groenlandës më vonë, pra kur u kthye në mandatin e dytë, sikur të ishte një pasuri e patundshme, kur hap loja e Groenlandës ju e pat, dhe tani Trump i është kthyer sërish Groenlandës si të ishte Groenlanda një real estate. Trump nuk po të godiste thjesht administratën. Ai po godiste besimin tek aleatët dhe tek aleanca e Atlantikut të Veriut. Në këtë luftë, Europa nuk luajti rolin e aleatit, por rolin e spektatorit të tmerruar. Parisi dhe Berlini kuptuan se një luftë në Ngjyrin Persik, më konkretisht lufta me Iranin, do të thotë pas një diskutim val e re refugjatësh që do të destabilizojë qeveritë europiane. Dhe kjo ndodhi dhe mund të ndodhë edhe më shumë në të ardhmen. Kosto energjetike që shkatron industrinë gjermane, pasi Europa ishte mësuar me gazin e lirë rus. Për herë të parë në historinë e pas luftës së dytë botërore, Amerika u gjend tërësisht e vetmuar në një teatër operacional ushtarak ku dikur ajo diktonte gjithçka. NATO sot, si shton burimet inteligjencës amerikane, po kthehet në një strukturë burokratike pa vullnet politik. Truri i vdekur i NATO-s, siç e quajti Emmanuel Macron, u ekspozua plotësisht tek rrërat e shkretirave të lindjes mesme dhe tek shkretirat e pafundme të Iranit. Dhe këtu vim tek tradhtia e heshtur, lindja e mesme dhe Azia, dy ish aleatët e betonuar të Amerikës, të cilët këtë herë luajtën me një skem
shumë më të kujdesshme se sa që kanë luajtur për 50 vjet në kohën e luftës së ftohtë me Ish-Bashkimin Sovjetik. Nëse Europa u distancua për parime dhe parime që lidheshin drejt për së drejti me lirin, demokracinë dhe me interesat e tyre pragmatike, ekonomike, aleatët arab u distancuan për mbijetes. Riyadit, Abu Dhabit, Amanit, Dohas, që ju është shitur për 70 vite ombrella amerikane, ombrella e mbrojtjes amerikane duke sikur si ishte më e para dhe këtë e pam në luftën e Gjirit apo në luftën ndaj Iranit. Por, kur raketat nisën të fluturojnë mbi gushticën e Hormuzit, këto shtete bën, pra shtetet e GCC-s, bën një llogari të ftohtë. Amerika është larg, është përtej Oqeanit Atlantik, ndërsa Iranin e kemi këtu komshi. Cila është loja e re që duhet të bëjmë? Asnjë shtet arab nuk doli hapur me deklarat pro Washingtonit. Arabët kishin qenë historikisht me Amerikën dhe për Amerikën në çdo luftë dhe në çdo përballje të saj. Pse e bën këtë? Arabët tashmë nuk i besojnë më Washingtonit. Nuk e kanë më besimin e palëkundur tek qëndrueshmëria amerikane dhe tek stabiliteti i mbrojtjes amerikane. Ata pan rastin e Afganistanit, pan tërheqjen e Amerikës nga Siria dhe kuptuan menjëherë se Amerika e vitit 2026 nuk është dhe nuk ka për të qenë më Amerika e vitit 1991, kur erdhën të përplasen me Saddam Husseinit, kur ai pushtoi tokat arabe. Këtu na duhet patjetër për ta kuptuar mirë këtë, të shkojmë tek skenari aziatik. Atje në lindjen e largët, Japonia dhe Korea e Jugut, dy motor ekonomik, të cilët ushqehen me naftën e Gjirit, pan me të merë se si mbrojtësi i tyre po mbyllte arterien jetësore, duke provokuar një krizë energjetike pa një plan garantimi. Washingtoni i dëmtoi këta aleat deri në kockë, më shumë se çdo sankcion kinez. Besimi u thye në Tokyo dhe në Seul, pyetja nuk është më a do të na mbrojë Amerika, por a mund ta përballojmë më koston e aleancës me Amerikën? Pyetja është në Tokyo. Ndërsa Amerika djeg prestigjin e saj në Moskë dhe në Pekin, po hapeshin shishet e shampanjës për të uruar, për të festuar këtë djegje të prestigjit amerikan, veçanërisht tek aleatët. Moska dhe Pekini e ndërrojnë, e financojnë dhe e ushqejnë më të madhe thyrjen e bukës mes amerikanëve dhe aleatëve të tyre të vjetër dhe të ri, mes amerikanëve dhe atyre që quhen aleatët e tyre strategjik, sepse kjo është fitore për Pekinin dhe për Moskën dhe për aksin e lindjes. Nga ana tjetër, Rusia, çdo rritje e çmimit të naftës është një infuzion për makinerinë e luftës së Putinit. Duke u fokusuar tek Irani, Amerika u detyrua të paksonte vëmendjen dhe burimet e saj financiare për Ukrainë. Rusia fitoi kohë, fitoi para dhe mbi të gjitha fitoi argumenta dhe u bind perëndimi tashmë është i përçarë. Strategjia e Pekinit nga ana tjetër është gjeniale në thjeshtësinë e saj. Ata nuk duan përballje ballore me Amerikën ka 4 vite që u them. Ata funksionojnë me sistemin gjeopolitik klimatik. Nuk e ndjen kur vjen, por kur zgjohesh, pesazhi ka ndryshuar. Ti bie në mbrëmje në gjumë me një pejsazh tjetër nga dritarja dhe pasi sheh ëndrrën kineze në gjumë, zgjohesh me një pejsazh tjetër, krejt tjetër, përballë dritares tënde. Kjo është strategjia soft power nëpërmjet investimeve e Kinës pa përballje brutale me Washingtonin.
ka 4 vite të paktën që unë e them këtë, që Amerika e kërkon, e provokon, e don Kinën në shesh betejë. Do të përballet me të, por kinezët nuk tërhiqen në betejë, nuk duan përplasje të madhe. Kina po luan me strategjinë e mbushjes së boshllëqeve. Aty ku Amerika tërhiqet ushtarakisht, Kina ndërhyn ekonomikisht. Aty ku Amerika humb besimin, Kina ofron stabilitet autoritar. Për Pekinin, lufta e Amerikës me Iranin ishte një dhuratë që erdhi nga qielli. Konsumimi i fuqisë amerikane në lindjen e mesme, ndërsa Kina qëndron e pastër dhe larg, e gatshme për të rindërtuar rënojat sapo lufta të mbarojë. Ky moment historik është një thirrje zgjimi për të gjithë entitetet e shtypura dhe të nëpërkëmbura të botës, siç jemi edhe ne shqiptarët. Historia ka treguar se të jesh aleat i një fuqie të madhe në rënje është aq e rrezikshme sa të jesh armiku i asaj fuqie. Siç thoshte mjeshtri i lashtë i luftës Sun Tzu, Sun Tzuja mjeshtri i luftës kinez, nuk duhet të mbështetesh, thonë Tzu, tek fakti nëse armiku do të sulmoj apo jo, por tek gatishmëria jote për ta përballuar armikun kur të sulmoj. Lindja e mesme e ndarë në interesa sektare dhe gjeopolitike, po e kupton se as Washingtoni dhe as Pekini nuk kanë qëllime të mira. Ata kanë vetëm interesa dhe mesazhi është i qartë. Pa një imunitet strategjik, pa një forcë të brendshme dhe pa një koordinim rajonal, këto shtete do të mbeten thjesht fusha shahu ku fuqitë e mëdha luajnë lojrat e tyre të përgjithshme. Lojtarët që e kontrollojnë dhe e drejtojnë këtë lojë janë të zhytur një pjesë e madhe deri në gryk, me llumë dhe me imoralitet. Mjafton të shkoni dhe të dëgjoni ish sekretaren e Volodymyr Zelenskit, e cila ka bërë dje disa deklarata bomb tek Tucker Carlson, tek podcasti i Tucker Carlsonit, teksa flet për parat dhe për zhgënjimin e saj të madh nga Volodymyr Zelenski dhe si ai thith kokainë dhe si ai është bërë një miliarder bashk me kastat e tij që e rrethojnë dhe si qarkullon dhe vrapon qyteteve të botës për të fshehur parat. Këtë e thot sekretarja e tij, zëdhënësja e tij për publikun, sekretarja për marrëdhëniet me publikun, e cila ka patur dje një podcast bomb me Tucker Carlsonin, ku fliste për shthurjen financiare, degradimin, kokainën e ish aktorit i cili sot drejton fatet e Ukrainës, ku kanë vdekur mbi 200-300.000 njerëz të pafajshëm. Cili është konkluzioni i gjithë kësaj historie, do t'ju tregoj tashmë imtësisht jemi përballë cilëve skenar në këtë botë në të cilën ndodhem. Kemi 3 skenar të rendit të ri botëror, miq të dashur. Ju lutem, mbajini shënim. Ku po shkojmë? Ku po shkon bota? Çfarë do të ndodh me hemisferat? Çfarë do të ndodh me luftën? Lufta e re e ftohtë është njëri nga skenarët. Një botë e ndarë dysh, ku çdo shtet do të duhet të zgjedh mes dollarit dhe juanit kinez. Një sistem binar i ngurt dhe i rrezikshëm. Kush del nga rreshti shkatërrohet. Fortesa amerikane, Washingtoni, tërhiqet në hemisferën e tij, skenar tjetër, duke braktisur rolin global për të ruajtur atë që i ka mbetur, duke lënë pas një botë në kaos. Skenari tjetër është bota shumë polare, një sistem me shumë qendra policentrik, New Delhi, Stambolli, Brazili, Brukseli, ku aleancat janë fleksibël dhe asnjë fuqi nuk e ka më mundësinë të dominojë plotësisht apo të dominojë e vetme.
Lufta me Iranin nuk ishte fundi i historisë miq, ishte vetëm fundi i një iluzioni. Perandoria amerikane nuk rrëzohet nga jashtë. Ajo, sipas armiqve të saj, qahet vetëm nga brenda. Dhe ajo nuk ja doli të mbaj besimin e atyre që dikur e shihnin si shpëtimtare. Dhe ajo po i lëshon aleatët. Këtë e pam në luftën e Iranit. Bota e re sapo ka lindur dhe është një botë shumë më e ftohtë, shumë më e akullt, ku secili duhet të mësoj të ecë vetë. Kush nuk mëson të ecë vetë, do të paguaj fatura të shtrenjta. Dhe këtu shkojmë me njëherë tek rikthimi i doktrinës Monroe dhe tek agonia e rendit të globalizmit. Për 8 dekada bota ka jetuar në një premis të thjeshtë. Amerika është kudo, por sot në korridoret e pushtetit në Washington, por i ngjallet një fantazëm e shekullit të 19. Emri i saj është doktrina Monroe, për të cilën unë kam folur vazhdimisht. Në vitin 1823, James Monroe, presidenti amerikan, deklaroi se Amerika u takonte amerikanëve dhe se fuqitë europiane duhet të qëndronin sa më larg. Sot slogani America First, Make America Great Again i Donald Trump nuk është thjesht një populizëm elektoral. Është absolutisht një kthes tektonike gjeopolitike. Për herë të parë që nga Pearl Harbor, Amerika po shqyrton mundësinë e të qenit ishull i mbrojtur nga oqeanet, duke lënë pjesën tjetër të botës të gjej ekuilibrin e saj dhe të vras veten të veçantë të. Pyetja që po trondit sot kancelarit nga Berlini në Pekin është: nëse Amerika tërhiqet në hemisferën e saj, kush do ta mbush zbrastësinë e Amerikës? Apo hym në një epokë të re të ekuilibrit të fuqive, apo po rrëshkasim drejt një kaosi të ngjashëm me kaosin e viteve 30? Këto janë pyetje të mëdha që kanë nevojë për përgjigje. Skenari i parë, bota shumë polare, multipolariteti. Skenari më i diskutuar në tavolinat e think tankeve është ai i një bote me shumë pole, që pritet të lindë. Pa një homogen unik, fuqi rajonale, të cilat ngrihen për të kërkuar secila hapësirën e tyre jetësore në rendin e ri botror që po lind. Kina jo më thjesht një fabrikë globale, por një rol që kërkon dominimin e paqësorit dhe të azisë qendrore nëpërmjet ekonomisë, jo nëpërmjet ushtrisë. Një fuqi tjetër është India, një gjigant demografik që refuzon të marrë anë, duke u pozicionuar si lideri i jugut global, dhe India po e luan fort këtë kartë. Kemi Rusin, e vendosur për të rikthyer sferën e saj të influencës në Europën lindore, duke sfiduar kufijtë e vjetër të luftës së ftohtë. Dhe Putini po ecën në drejtim të këtij itinerari. Europa është përballë një pyetje të madhe. Nëse Gjermania vendos të rishikojë ushtrinë e saj dhe të armatoset, Bashkimi Evropian mund të transformohet nga një blok tregtar në një pol të mirëfillt ekonomik dhe ushtarak në drejtimin e Gjermanisë. Në këtë skenar, edhe bota e lindjes mesme mund të kthehet në një pol fuqie, vende me bërtham që nuk kanë fuqi financiare dhe strategjike. Lindja e mesme mund të mos jetë më një shesh loje apo një fushë betejë, por një lojtar, një pol. Por multipolariteti është i rrezikshëm, kërkon diplomaci të përsosur, sepse në qoftë se nuk ka diplomaci të përsosur, përplasja fatale është e pashmangshme. Kemi një skenar tjetër që është ligji i xhunglës, ose multipolare, ose ligji i xhunglës. Ekziston skenar shumë më i errët. Historia na kujton periudhën mes dy luftrave botërore, parës dhe dytës, botë pa rregulla, ku lidhja e kombeve ishte e pafuqishme komplet dhe çdo shtet vepronte sipas parimit, ose mbijeto
ose zhduku. Këtë që e kemi dhe për shqiptarët. Në një botë kaosi, ku ligji i xhunglës kthehet në normë, shtetet e vogla ose të dobta, që nuk kanë mbrojtjen e një vëllai të madh, rrezikojnë të gëlltiten nga fqinjët e tyre agresiv. Kufit mund të vizatohen me gjak në vend të OKB-s, Këshillit të Sigurimit, rezolutave dhe traktateve ndërkombëtare. Aleancat, vëllezër dhe motra shqiptar, po ndryshojnë brenda natës. Ekonomia globale po shkërmoqet me shpejtësinë e dritës në mënyrë shumë agresive. Ky është skenari ku institucionet ndërkombëtare si OKB zhduken de facto, duke lënë pas një vakum ku forca ushtarake është e vetmja monedhë që ka vlerë. Është një periudhë tranzicioni e dhunshme ku rendi i vjetër botror ka vdekur, por i riu ende nuk ka lindur. Pra kemi vdekjen e rendit të vjetër dhe pamundësinë e lindjes së rendit të ri. Dhe këtë ideologu majtist komunist Gramsci e quan si Antonio Gramsci e quan si epoka e përbindshave. Skenari i tretë është koordinimi SBA-Kin, marrëveshje mes Amerikës dhe Kinës, ndarja e qarit dhe e qederit, si themi ne në gjuhën, në zhargonin popullor. Edhe qarin, edhe qederin, edhe fitimet, edhe humbjet, i ndajmë bashkë dhe drejtojmë ne bashkërisht botës. Janë të shumt strategët të cilët sugjerojnë një rrugë më pragmatike, por që pas një diskutim është cinike. Një marrëveshje mes dy titanëve, gjiganti amerikan me dragojin kinez. Në vend të një lufte shkatërrimtare, hajde merremi vesh. Amerika dhe Kina ulen në tryezë, e ndajnë botën në zona interesi dhe mbyllet loja këtu. Dhe kjo është ajo që po pritet ndoshta nga samiti i ardhshëm, të cilin ne do ta ndjekim mes Kinës dhe Amerikës. Imagjinoni, miq të dashur, një botë ku Washingtoni dhe Pekini bien dakord për stabilitetin në gjirin persik dhe në ngushticën e Hormuzit. Thjesht sepse të dy kanë nevojë që nafta të rrjedhë. Në këtë skemë, fuqitë rajonale bëhen thjesht vasal të një marrëveshje globale mes Kinës dhe Amerikës. Dhe kjo nuk ndodh vetëm në lindjen e mesme, por në gjithë botën. Pse ky skenar është i vështirë? Kina nuk është Bashkimi Sovjetik. Ajo nuk ka doktrinë as ideologji universale, siç ishte komunizmi dikur. Pra Kina nuk ka doktrinë që të josh masat globale. Kina ofron infrastrukturë, kredi, por nuk ofron një model jetë. Pa një ofertë ideologjike, Kina mbetet një fuqi ekonomike e mbyllur, gjë që e bën një bipolaritet të pastër, si në luftën e ftohtë mes Amerikës dhe Rusisë, në rastin e Amerikës me Kinën e bën pothuajse të pamundur. Dhe këtu shkojmë drejt agonisë së rendit të vjetër. Ne nuk po jetojmë thjesht një krizë politike. Ne po jetojmë një ndërrim epokash. Rendi i vjetër, i bazuar tek udhëheqja absolute amerikane, tashmë po jep shpirt zyrtarisht. Kjo nuk ka nevojë për tifozllëk, është fakt. Nëse Amerika tërhiqet vërtet pas doktrinës Monroe, ajo do të mbetet e pasur dhe e fuqishme brenda kontinentit të saj. Por bota që do të lërë pas do të jetë një botë e panjohur. Mes multipolaritetit strategjik dhe kaosit të egër, vija ndarse është shumë e hollë. Për vendet e tjera dhe veçanërisht për lindjen e mesme si bazë e energjisë, naftës dhe e gazit, mesazhi është i prerë. Koha e mbështetjes
tek qëllimet e mira të fuqive të mëdha, tashmë ka përfunduar. Në rendin e ri që po lind, siguria nuk blihet me para. Ajo thjesht duhet të ndërtohet, sot për para nesër. Si që na mëson historia kur perandorit tërhiqen miq, pas tyre ose mbeten mbretëri të reja, ose mbetet hiri. Çfarë do të ndodhë shekulli 21? Kjo nuk do të vendoset vetëm në Washington, por në çdo kryeqendër që ka guximin të mbrojë ekzistencën e saj dhe do të luftojë për të ekzistuar në këtë xhungël të madhe të pamshirshme që po vjen. Dhe këtu kthehemi tek Shqipëria jonë, laboratori i eksperimentit më të rrezikshëm që po ndodh dhe pazari i Tiranës. Në Tiranë, miti i aleancës strategjike me Amerikën po përballet me një paradoks brutal, ndërsa Washingtoni zyrtar përmes Departamentit të Shtetit mbron stabilitetin e Edi Ramës, ndryshimi i erës në Washington drejt një qasje më pragmatike dhe izolacionaliste po krijon një vakum ankthi të cilin ne duhet ta kuptojmë. Binomi Rama-Berisha në dritën e zhvillimeve të fundit, ajo që duket si përplasje është në fakt një status quo, e kam shpjeguar çdo natë, status quo e rrezikshëm. Rama kontrollon fasadën ndërkombëtare, ndërsa Berisha mban gjallë një opozitë që ushqehet me mbetjet e përrallave dhe të sovranitetit lënduar. Kjo është një rrenë e madhe. Rreziku mikroskopik këtu është kapitalizmi apo kapitalizimi i destabilitetit. Fuqitë e mëdha dhe fuqitë rajonale si Greqia dhe Turqia duan të ofrojnë një çmim të lirë për asetet tona strategjike. Europa gjithashtu. Bregdeti, nafta, gazi. Këtu po flitet gjithashtu Bregdeti, nafta, gazi, toka, trojet, mineralet, pra të gjitha pasuritë shqiptare, fuqitë rajonale, po hidhen në garë kush të marrë llokmën e vet dhe sa më lirë që të jetë e mundur. Këtë u ofron Rama me Berishën. Kjo po vjen si pasojë e dobësimit të vëmendjes direkte amerikane. Kjo ka hapur edhe etjen dhe urinë e Greqisë për t'u hedhur direkt në lojë. Duke përdorur bekimin e heshtur të qarqeve të caktuara në Washington, që e shohin Greqinë si stabilizatorin e ardhshëm apo dispečerin e ardhshëm të Ballkanit, Greqia po tenton një hegemoni rajonale. Çështja Beleri apo ligji i luftës nuk janë thjesht detaje juridike, por tentakula të një projekti që kërkon ta kthejë Shqipërinë në një protektorat ekonomik dhe politik grek në emër të interesave perëndimore. Dhe këtë e kemi parë nga vajtja ardhjet e ambasadores amerikane në Athinë, ambasadorja me minifon që vjen takon Edi Ramën privatisht këtu në Tiranë. Po të shkojmë në Kosovë, diarkia e thyer dhe presioni real politikës në Prishtinë, skena bëhet edhe më dramatike. Përplasja e Kurti Osmani nuk është përplasje personale. Është një ndarje ontologjike se si duhet mbrojtur shteti. Shteti i Kosovës po. Albin Kurti sot përfaqëson rezistencën ndaj një rendi të ri ku Kosova shihet si kusur për të kënaqur Serbin, të paktën ai këtë po thotë se po bën, në funksion të largimit të blerjes së largimit të Serbisë nga Rusia. Ndërsa Vjosa Osmani po tenton të mbajë gjallë linjën e vjetër të dëgjueshmërisë së saj rrugoviane ndaj Washingtonit, duke besuar se ne nuk kemi asnjë rrugë tjetër përveç se të mbështetemi tek Washingtoni, po na shiti Amerika, kemi marrë fund. Kjo është doktrina Vjosës. Dhe të paktën e atyre që janë shfaqen si opozitë. Cili është rreziku këtu?
Nëse Amerika e vitit 2026 vendos të bëjë një koncesion, një marrëveshje të madhe me Serbinë, për ta shkëputur përfundimisht nga Moska, gjë që s'ka për të ndodhur kur, Kosova rrezikon të mbetet e tradhtuar në tavolinë pas një diskutim. Përplasja Kurti Osmani e dobëson imunitetin e brendshëm të shtetit të ri dhe të brisht të Kosovës, pikrisht në momentin kur ky front duhet ishte më i bashkuar se kur. Maqedonia e Veriut gjithashtu, aleanca e re dhe gropa slave atje, aleanca mes Mickovskit, VMRO-s dhe Vlenit, është një kthes shumë e rëndësishme të cilën duhet ta shohim me kujdes. Mickovski nuk e fsheh afërsinë me Orbanin, ish shefin e Budapestit, dhe rrjedhimisht një mirëkuptim të plot me ndikimin rus-serb në Ballkan. Koalicioni Vlen sot është përballë një prove zjarri. A do të mbeten thjesht koalicioni Vlen vagon të një treni që po çon shqiptarët drejt një marginalizimi politik, apo do të kenë forcë të kundërshtojnë orientimin euroatlantik? Çfarë do të ndodhë, nuk e dim. Humbja e pushtetit nga faktori shqiptar i unifikuar në Republikën e Maqedonisë Veriut mund të kthehet në një izolim të ri të shqiptarëve dhe në enklava pa peshë vendimmarrëse, gjë që është duke ndodhur sot dhe po e shohim hapur duke ndodhur në Maqedoninë e Veriut. Duke qenë që unë njoh njerëz tek boshti i Vlenit që janë të mbushur me vlera, me moral, me burrni dhe me nder, këtyre piklave nderi, burrnie i bëj ftesë sot të bëjnë kujdes miqësisht për këtë moment kaq të rrezikshëm dhe në natyrën diskrete, të dukshme dhe në atë të padukshmen në raportet me Mickovskin dhe doktrinën e tij për Ballkanin në të ardhmen. Mes emigrimit dhe muzikës tallavat të verës, shqiptarët vazhdojnë të braktisin trojet e tyre, ndërsa elitat bëjnë analiza gjeopolitike, trupi i kombit po rrjedh gjak dhe potretet. Emigrim masiv është vdekja e heshtur në Kosovë, në Shqipëri, në Lugin, në Malsi, në Maqedoninë e Veriut dhe në të gjitha trojet shqiptare. Shqiptarët po ikin sepse nuk shohin më një projekt kombëtar, por shohin një projekt klientelist. Ne po kthehemi në një territor pa popull, ku investimet e huaja nga lindja dhe perëndimi po blejnë tokën, por jo të ardhmen e njerëzve. Kreshnik ti flet dhe analizon bukur, na jep në zgjidhje, po jo aja, atë që mendoj unë. Si duhet ta përballojmë këtë moment bomb që po kalojnë shqiptarët? Imuniteti strategjik. Elitat shqiptare në Tiranë, Prishtinë, Shkup duhet krijojnë urgjentisht një këshill të përbashkët të sigurisë kombëtare jashtë protokolleve zyrtare. Tani duhet një koordinim që interesat shqiptare të mos përplasen me njëra tjetrën për hir të partive politike. Kjo është ajo që unë sugjeroj, si Kreshnik dhe si Lëvizja Dheu. Diversifikimi i aleancave, duke mbetur besnik vetëm të një aleance shqiptare, duhet fillojnë të shohin nga fuqit në rritje, që nuk kanë agenda territoriale ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Nuk mundet t'i fusim të gjitha shportat në një vezë, të gjitha vezët në një shport. Në një shport që mbahet nga një dorë që po dridhet. Dhe duhet të kalojmë tek ekonomia e rezistencës, ndalimi i shitjes tokave strategjike dhe i resurseve energjetike strategjike. Një komb që nuk kontrollon ujin dhe energjinë e tij nuk mundet të ketë sovranitet kur rregullat e botës, rregullat e rendit të vjetër botror janë tashmë zyrtarisht duke u shkërmoqur. Vëllezër dhe motra shqiptar, zgjoni nga gjumi i shpëtimtarit të huaj. Askush nuk do të vit na shpëtoj nëse ne jemi
të gatshëm, nuk jemi të gatshëm të vdesim për vllajin ton, për Shqipërinë ton, dhe në qofë se ne jemi të gatshëm që të shesim gjithçka, kemi për i koltuk dhe për një karrikë. Në botën shumë polare, situata do t'jetë e komplikuar, dhe në botën shumë polare që po lind, do të respektohet vetëm ai që ditë thot jo me forcë në tryezat e mëdha. Dhe përfundimisht, nëse nuk bashkohemi dot rreth një agjende etnike, pragmatike brenda këtij viti, rrezikojmë që rendi i ri botëror të na gjejë jo si pronar të shtëpisë tonë, por si qiramarrës të tokave shqiptare, qiramarrës në tokat e të parëve tanë. Ora po të roket. Te kutia e përshkrimit dhe tek linku dhe tek komenti i parë, do të gjeni një link ku ju mund të na bashkoheni. Të gjithë ju që nuk jeni vetëm spektator dhe ju që doni të veproni. Atu keni një link ku mund të na bashkoheni ne dhe betejës tonë. Mirë se të vini, kush do që të vi, kush nuk do të vi, të vazhdoj të ndjek. Atë që po ndjek, dhe t'ja qoj videon pjesës tjetër të Shqiptar. Mos harroni ta mbështesni këtë drejtare. Në qoftë se mendoni se është me vlerë, duke ja sugjeruar atë pjesës tjetër të shqiptarëve. Dhe kështu rrisim angazhimin ton, bashkimin ton të madh, me shpresën që t'ja dalim, të mbjetojmë në këtë xhungël të madhe dhe në këtë rend të ri botëror që po lind, për të cilin kam 4 vite që flas. Dhe që një pjesë nuk na besoi, sepse na quajti konspiracionist. Në një pjesë tjetër e futi kokën në rër si struci dhe tha, kur erdhi të haj ujku, inshallah jam në ëndër. Shqipëria e shqiptarëve dhe mos e harroni kur, shqyr që ka Zot. Natë e mirë për sonte, do të rishihemi shpejt.